Vjen pak për të qeshur se më duket sikur po më kthehet deja vu. What the fuck? Ja gëzuar. Ja gëzuar. Mbaj. Këtu ke ardhur, këtu kemi ardhur. Ku kam ardhur? Unë era vetëm. Ti erdhe vetëm, dhe vetëm kam ardhur. Prandaj thash ku kemi ardhur. Bar. Barsi. Si po duket shtëpia? Faleminderit për ftesën. Të lutem. Si po më duket? Shtëpia. Shumë e bukur. Po ty? Kishe emocione kur erdhe? Jo, e çuditshme ishte që nuk kisha fare emocionin. Edhe po filluaj për friksohesh, thash, është normale kjo gjë? Kisha pak emocione në momentin që më foli Ledioni dhe pak emocione kur do hyja te shtëpia këtu. Këtu brenda. Këtu, nga akvariumi që do kaloja këtu. Kush ishin emocionet kryesore? Pjesa tjetër. Po e kam thënë pak a shumë, nuk e dija se do më prisnin banorët dhe patjetër nuk e dija edhe si të shkonte kjo. Ky raport. Kështu që patjetër isha pak. Kush ishin gjërat që mendoj që mund ndodhin në raportin tonë? Nuk është që kisha një ide konkrete, se më thënë drejtën. Mund të mendoj më sa. Atëherë. Ta mbaroj. Kisha pritshmëri për çfarë do lloj gjëje, sepse ti je po i njëjti person që më ke thënë kur kemi qenë duke parë yjet, më ke thënë unë zgjedh gjërat më të bukura, prandaj ti e zgjidhja ime. Dhe pak kohë më vonë më the që jam e fëlliqur. Po. Kështu i prisja të gjitha. Pra të dy ekstremet. Patjetër. Dhe e rëndësishme është që duke parë të dy ekstremet, prapë zgjodhet thjesht në tavolinë mua. Po, sepse ti më bëri një ftesë dhe përderisa erdhi kjo ftesa, isha shumë kurioze të dëgjoja çfarë ke ti për të më thënë. Kam shumë gjëra për të thënë faktikisht, por dua të nis nga disa gjëra më bazike. Jam e tëra vesh. Po, s'ke ku të shkosh edhe po duash. Jam e lirë të lëviz në një shtëpi prej disa metra shkatror, kështu që Prej shumë metra shkatror. prej shumë metra shkatror, kështu që aq më tepër që dje e vure re që nuk cënohet privatësia e dikujt, për ndryshe penalizohet. Dhe nuk mund t'i më bësh kështu lloj konsignime përpara këtyre kamerave, sepse ndryshe nga herët e tjera, këtu është vendi më i sigurt.